Më tepër vëmendje për brezin e tretë, shtim të qendrave të kujdesit si dhe transport publik falas për pensionistët mbi moshën 65 vjeç. Këto kanë qenë premtimet e kryebashkiakut Lulzim Basha në ditën ndërkombëtare të moshuarve. Gjatë rihapjes së qendrës ditore për të moshuarit në njësi 9 në kryeqytet, Kreu i Bashkisë deklaroi se brenda qershorit të vitit të ardhshëm do të hapen të paktën 5 qendra të tilla në kryeqytet. Krijimi i qendrave të tilla në gjithë territorin e Tiranës mbetet një objektiv i rëndësishëm i Bashkisë në drejtimin tim dhe unë sot dua t'i drejtohem të moshuarve në gjitha mini bashkitë e tjera të kryeqytetit dhe t'u them se brenda qershorit të vitit të ardhshëm ne do të hapim të paktën 5 qendra të tilla anë mban qytetit Tiranës. Unë nuk e kam harruar premtimin tim tjetër dhe së shpejti do të mbledh të gjithë organizatat e transportit publik në Tiranë dhe do të dekretoj transport publik falas për gjithë pensionistët mbi 65 vjeç. Gjithashtu, Kreu i Bashkisë Lulzim Basha u ndal për të diskutuar me të moshuarit e kësaj qendre dhe për të dëgjuar problemet e tyre. Lulzim Basha, kryetarin e Bashkisë së Qytetit Tiranës, ju kujtua për neve, vajti fjalën e dhënë. Në këtë qendër ofrohen shërbime shëndetësore dhe mënyra për të kaluar kohën e lirë për rreth 80 të moshuar të kësaj njësie.